Burrel Skuraj është ndër akset nacionale më problematike në vendin tonë. E gjithë rruga ka probleme të ndryshme që nga dëmtimi i asfaltit, mungesa e barrierave mbrojtëse e deri tek mungesa e sinjalistikës horizontale e asaj vertikale. Më problematik mbetet segmenti nga Burreli deri tek ura e Ulzës, ku çedimet e shumta, gropat e mëdha dhe dëmtimi i shtresës së fundit asfaltike e bëjnë udhëtimin tepër të vështirë. Drejtuesit e mjeteve shprehen se nuk mbajnë mend kur është investuar për herë të fundit, ndërsa emigrantët që janë kthyer pas 19 vjetësh thonë se gjendja nuk ka asnjë ndryshim pasi është siç e kanë lënë. Pjesë e rrugës është skandal, është turpi zoti mec. Paguajmë taksat gjitha, nuk pyet njëri për këtë pjesë. Ka 19 vjet që nuk vi këne. A kupto? Sot jam habit. Çka kam gjuar në televizor me vërtet që ka e vërtet. Rruga cop. Këtu nuk që ka vu dorë fare. Kjo të ngropa, është me dera, është e ullun, është e ngritur, nuk ka rrugë më të keqe se Burrelit. Rruga ma skandal se nuk ka. Se të bësh dy rrugë, Burrel Skuraj, makina maro. Me shtimin e lëvizjes në sezonin turistik, rruga pritet kufizoj vizitorët që shkojnë kryesisht në luginën e Shkopetit apo i drejtohen Bregdetit e Lezhës e Shkodrës. Aksi në fjalë është në kontratën e mirëmbajtjes B të rajonit qendër Verilindje, me një buxhet prej 12 milion eurosh në 4 vite, por rruga sa vjen e degradon më shumë.